Të nderuar të pranishëm puna lojë dhe animar, jemi këtu në natën festive të vitit të ri pra dhe jemi nga një burrës të Fukës, ku kemi ardhur të intervistëm një zhvillume. Puna lojë dhe animar zotëri Susam. Jo paç, animar ju. Çka thon të mundi, pse erdhi deri te çmimja e ngritjes së burrës së Fukës në Kosovë? Po shiqoni pasi mili po shfqinjet nga vendet të importuara, edhe pas shrajmillit të timit edhe ne pjekbuksit do të mi çmim ngritet. Kjo nuk neve për varet, qa me bo? Po qysh janë momentet, apo janë të çmimshme? Po për momentin një cent është 45 buk dhe pritet të rritet deri në 75 buk për 1 kilogram cent. Mirë, na të regoni çmimet e Artek Taktuk tek tikujve. Po, një bumish me reko 70 cent, një budjath me reko 70, pastaj kemi kiflet, një murmu kifle me lod është 70 cent. Aero kiflet me krem janë 70, gjem kiflet me krem 70, kena biskiflet me djath 70, kështu që çmimet janë zakonitësisht të gjitha burrat e Fukës. Mirë, zotëri Susam, apo ka si të pak na shpreshme nga ana e qytetarëve, ose më mirë me thonë apo qytetarë në ankumet? Po shiqoni më palë veç fak. Pengëm se nështë apo ju foli pak, amo... A bon një bumish me rek? Bumish me rek s'na ka met, apo djath me donë? Po ai djath edhe me bon, amo veç letoze jetë Allah i Po toze. Qërë, në? Faleminderit. Falimimir. Falemiteja. Tu e sysh paramor standardin, lartat jatë pak si çmimshme në Kosovë. Zotëri, muratat apo bureken me ustah jogurt, apo ustahon me burek murat? Po shiqoni, disa po ustahon me jogurt, disa me burek, po kryesisht edhe me spanac. Mirë. Nëse ne... Nëse vjen një qytetar me djath me lyp burek me mish, na ja djathu me mish ose me djath. Mirë zotëri, sa është kapaprodhimi i citetit në turrën e Fuaj? Po kapaprodhimi i citetit në furrën tonë është 200-250 ditë të bukura në taze dhe 100-120 pinzeta tolka. Zotëri Susam, faleminderit edhe për meje. Faleminderit edhe për teje, faleminderit edhe për meje. Mush gruja. As dhe s'ken qelë, sa si bëj kalkulator, dinoma si moshke. Shka me I bo, te doktori, vonë te doktori. E mora, grune qej te doktori, tha lik, tu se vëlloj liksht, ka? Shkova në shpe, kur të nesit sa pa më thirën telefon, hade di në spital, thash lave, s'ka u bon. Kur shka I spital, dulli në doktor, pa bur, pa bënej fort. Po? Thash bënej fort jam. Normal, hip. Thash sa ka bova kia, tha qëre gruja jote më nuk she. Qka? Tha hish nuk shet tak, thash hajme, dhe tha një ka moj. Tha. Tha ko dhe mazi. Ku ka me shku me thash mazi, tha. As nuk ec ma. Qysh? Tha as nuk ec ma, as I hap se qet. Thash ku qa ka moj. Ku. Po ti qa ki që po ku kota, vlo? Po mëdhimet, bre? Po gruja jam, më kona ja. Po mëdhimet. Po mëdhimet pa jam, ja. Nësë më falë. Ne, se më thët, jo, ko dhe mazi, as me falë s'flet, mo. Ku? Tha, as një fjallë, ku, qa ka mo. Kur tha, I gore, tha, jam të mo, shuk, jam thët se grujet ka dek krejt. Se vëllash për tha,
ty nuk dua tjetër. Të kam dash si sytemi, vetë zemra ime di, po të presin në balat, o malli im i zjarr. Të kam dash si sytemi, vetë zemra ime di, po të presin në balat, o malli im i zjarr. Kam një zjarr që ma djek shpirtin çdo nat, se besoj se kemi lindur t'pa fat. Ti ke qenë dhe mbetë shëndraj me vjetër, dashuri të zjarë si ty nuk dua tjetër. Të kam dash si sytemi, vetë zemra ime di, po të presi në balat, o malli im i zjarr. Të kam dash si sytemi, vetë zemra ime di, po të presi në balat, o malli im i zjarr. Të kam dash si sytemi, vetë zemra ime di, po të presi në balat, o malli im i zjarr. Të kam dash si sytemi, vetë zemra ime di, po të presi në balat, o malli im i zjarr. Pa ke këshirë falë lojme, shafar hamon me. Ka është të këshur televizorin, hej, me pos falojmë interesant. Porta, A ti s'ka falojmet? po qka thasëm plose? Mere me men si vjetë për marrë këtë dimen qa që i ftëft. Po, Që dikush, po dash kemi shti durët në gjepat vetë. veç në gjepat vetë. I pas ka marrë qarë. Qaj ko punë babë gjyshë cëlla, ju kom pa qeftë ditë. Po bre, Ai mangupi ai. haj problemi. Po, Po më thot një dite, o, talë be birë. O, be babqesh. aj, Po, është zotin, a më nësh nesën sa ba më mëcu të doktori se nuk jam mirë. Pas po më reqysh e babqesh, thërëm në ora 7 mëngjes, sa vallaj së më delë gjumi mu. po, se edhe Kur punë. ishtë që babqysh e për më thirë, o, talë, që bre birë, që. Kur po quna, për këshyri sati 5, e të sa ba? Thër po që kam ke thirë në 5 bre, po, a të thash thërëm 7 mëngjes, e kur më ka këthuj. Po i pash ha zotin, veç thira më të kalzu, që ki vakt më fletë edhe 2 sahat. Themi një atmosferë tjetër. Gazetari ynë, gjithësisht reporteri ynë, do të lidhet drejt për drejt në këtë mbrëmje feste me Zjarr Fiksit. Po pra, lidhemi drejt për drejt me shërbimin e Zjarr Fiksve të Kosovës, ku atje na pret, pra, zotëri Flahran Shymllezaj. Mirëmbrëma zotëri Shymllezaj, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje për të gjithë ju dhe stafin tuaj. A ka mundësi pak zonin zotëri se s'po dëgjoni? Përshëndetje për juve dhe stafin tuaj. Sonte është nata vitit 3 dhe deshtu më pyet se si po kaloni sonte ju. Në kuadër të punës normal që keni se sigurisht ju keni qelluar në ndrim. Po, pa tjetër, ne po kalojmë tu në punë jemi mbledhur me kolegë tu i festu. Kemi pasur disa raste të intervenimeve në vendet të ndryshme. Për shembull, rasti i parë ka qenë se pari ne si Zjarr Fiks jemi kallur. Ku një kolegi joni tu e dhes cigaren pa hiri i ka kallë musteqet e veta. Ku zjarri prej musteqeve është kapur në perde dhe ka kalu në jambulia dhe pastaj në disa shilte, kështu me radhë. Ne intervenuam me disa kofe ujë që i morëm të dokojshi dhe zjarrim e lokalizuam. Ky kolegu nuk ka pasur deme materiale
përveç një pjesë të konsiderueshme të mustecjeve të Atina. Po ashtu rreth orës 6 të mbrëmjes në lagjen Top Hane të Prishtinës, me sukses kemi arritur të shymum 3 petarde të kalibrit M16 dhe një 7 zizillonja të vitit të ri. Kemi intervenuar në një ditëlindje ku kemi shymur 12 qira në një torte. Po ashtu si rasti fundit kemi pasur një intervenim ku një vajzë e moshës 25 vjeçare të e kthyer një serial gjatë koncentrimit i ka kallur flokët e veta me fen të flokëve. Ekipi jonë të ajo kemi intervenuar dhe asaj ne ja fikum televizorin. Zotëri Flakron Shylllezaj, këto pra ishin të gjitha, po? Po, këto ishin të gjitha tretë, ne jemi duke u përcjellur dhe besoj që unë po kam frikë se jeni duke kallur fort atmosferën, ju lutem sa më pak se nuk kemi mjaft ujë për sonte për t'ju fikur.